Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Thumma amma ba'd. Allahun azza wa jalla falënderojmë, salavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para se gjithashtu frizoj rastin që në ditën e parë të muajit të bekuar të Ramazanit të vitit 2026, të muajit shkurt, gjithëve t'u bëj për hajër muajin e bekuar të Ramazanit, duke lutë Allahun, Allahu t'u jep çdo hajër, çdo mirësi, çdo begati, t'u jep ymër, shëndet, e të bëhet shkak dhe sebeb ky muaj i bekuar, që Allahu gjithëve neve së bashku të na falë gjunat. Amin ya rabbel alamin. Lusë Zotin e madh që të na e bën të mundshme këtë muaj të bekum të e kalojmë duke praktikuar dhe ushtruar adhurime të lloj-llojshme, ibadete të lloj-llojshme, me agjerim, me dhikr, me namaz, me sadaka, me ilm, me dituri, që sot është njëra nga ato që na për çdo ditë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, pas namazit të drekës, do të kemi ligjerat në xhamin Isabehu, inshallah ta'ala. Këtë vit, ligjerata jonë do tjetë për Omerin radhiyallahu anhu, për këtë burr të madh, për këtë besimtar, për këtë sahabi, që është shembulltyr për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E që e lusim Zotin e madh, që gjatë këtij muaji që do të qëndrojmë së bashku me Omerin radhiyallahu anhu, të përfitojmë nga personaliteti i tij. Qëllimi final është që na të mësojmë nga jeta e këtij burrit të madh, që jetën e këtij burrit të madh të e bëjmë edhe pjesë të jetës tonë. Po flasim për një xhenetli, po flasim për një personalitet, për një karakter shumë të madh, për një njeri që e ka dashur shumë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për një njeri që po i njëjti e ka dashur Muhamedin sallallahu alaihi wasallam më shumë se vetvetja e tij, e që ka qenë në gjendje që për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam të jep jetën e tij, të jep pasurinë e tij, të jep inteligjencën e tij, intelektin e tij, kohën e tij, madje edhe gjithë ymrin e tij dhe jetën e tij e ka kushtuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ky është pra Omeri radhiyallahu anhu. 30 ditë, ato ditë që do të kemi ligjerata, do të flasim për Omerin radhiyallahu anhu. Vallahi edhe 300 ditë me fol për këtë burr të madh është pak. Kur të lexojmë dhe të njoftohemi mirë me këtë burr, e kuptojmë se sa i madh ka qenë, sa mësime mund të marrim nga ky, e sa përfitime mund të kemi nga ky burr i madh, e sa mund të ndryshojmë na jetën tonë, duke u munduar që jeta e këtij burri të madh të reflekton në jetën tonë. Dersin e parë dhe këshillën e parë që e mbajmë në xhamin Isabehu çdo Ramazan, që 16 Ramazana do ta mbajmë edhe si vjet, këshillën e parë dhe përkujtimin e parë, dhe her pas here kena me përkujtuar njëri tjetrin me këtë këshill. Cila është ajo këshill? A mund t'i shkon mendja dikujt? Pi xhamatit. Çka va merr mendja? Cila është ajo këshill që na çdo Ramazan e themi? Po, dersin me ngum edhe mos me fol në ders, po. Ajo po ma është një më e madhe se kjo. Allah është përbleft, Haxhi Selman. Do me thonë buzëqeshja se prish agjerimin. Nëse qeshemi, nëse buzëqeshmi, nuk prishet Ramazane. A ka mundësi të rim pak më të buzëqeshëm, e të rim pak dukimi më të lumtur, se buzëqeshja nuk e prish Ramazanin.
E na ndonjëherë rrim vrant në Ramazan, thu se mu busqesh dhe na prishet Ramazani. E në Ramazan të mundohemi pak ma shumë me busqesh, se vetëm u busqesh, kjo nuk kupton që njerëzë jep sadaka. Wal ibtisamatu fi wajhi akhika sadaka. Dhe thotë i dërguari i Allahut, edhe mu busqesh në fytyrën e vllaut tënd është sadaka. Çkruhet sadaka, sevap. A di mu busqesh na kret, a ka sun çis? Ma gënsul kështu e përkujtim njëri tjetrin er pasere që edhe të busqeshet edhe unë të busqeshem. Përkujtojmë me këtë përkujtim njëri tjetrin xhamatit dashur. A ka me dikush pa busqesh? A dhe ka që? Mësë banë të sjash? A ka me të një mëlla bekep ti s'po të qotë duke u busqesh? Vallaj, kjo është shumë me rëndësi në Ramazan. Shumë është me rëndësi, zek atu shkuat të busqesh. Qa ashtu zek, Allah i keki. Cëllën e kemi matë vranë gjami edhe atë të ashti me busqesh. Bëjt na i salë tonë, që edhe ajtë busqeshe. A që kena si thuti? Allah razikov gjemati dashër. Te përkujtem me këtë përkujtem njëri tjetrin, edhe kur qëkojmë të shpia, e bëjmë me sunet, ta ndryshim me të vërtet vetë vetën tonë këtë Ramazan, që kur tim shpet të themi, Esselamu Aleikum. Edhe me hinë shpi me busqeshje, që domanqinkat e tona, thmit e tonë, kur të nashojnë, tjenë pak marahat, se kur shkojmë vrant, edhe ata s'din ka me hik, pitute se po bëjmë naj telashe, po bëjmë naj bela. Kështu, kur tim shpi me selam, me busqeshje, edhe ato pak kanë mendi vetën marahat edhe më mirë. Andaj dashur vëllezër, busqeshja le të jetë një përkujtimi për hershëm i jone, se vallaj me busqeshje je ma sabërli, je ma i dashëm, edhe je ma i dasht edhe të njerëzit, po je edhe ma pozitiv edhe të këtjerit, po je edhe përkujtus, edhe për tjerit, se pse u ka bo Ramazan, su ka bo nomi, dhe se na, bashkë në Ramazan duhet të jemi ma të lumtur, jo ma të nervëzume, ma të hidhrum. Bashkë në Ramazan duhet të jemi ma të but, që njerëzit ma let, edhe ma kollaj me pas mundësi me neve me komunikum. Omeri radhiyallahu anhu, i cili te librat islame kur flitet për emrin e tij thuhet huwa emirul mu'minin. Ajo është emiri i besimtarëve. Omer ibn Khattab, Omeri i biri Hattabit, i biri Nufejlit, i biri Abdul Uzza, i biri i Rejah i biri Abdullahut, i biri Kurtit, i biri Rezahut, i biri Adijut, i biri Kabit, i biri Luejit, i biri Luej, i cili është Kureshi, i cili është El Adewi. Pra dhe Muhamedi s.a.s. edhe Omeri radhiyallahu të ditë janë Kureshi. Dhe gjyshrit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i Omerit takohon të Kabi. Kabi është gjyshi, apo stërgjyshi i 7 i Muhamedit s.a.s. Kurse është stërgjyshi i 8 i Omerit radhiyallahu anhu. Në stërgjyshin e 7 Muhamedit s.a.s. dhe 8 të Omerit takohet zinxhiri i gjyshërve dhe apo stërgjyshërve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra janë kushëri të largët, 8 breza larg njëri prej tjetrit. Muhamedi s.a.s. me Omerin radhiyallahu anhu. Janë detaje që i dime që na hikin, e që na gjithë e njohim Omerin radhiyallahu anhu, por edhe mu të më këshe pyet se dikont
A është familja Omeri me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse na i lexojmë këtë dhe na i kalojmë këto, për cilin nuk do të kisha ditë me dhënë përgjigje para se me fillu me përgatit jetën e Omerit radhiyallahu anhu. Pra në brezin e 8, në stërgjyshin e 8 të tyre e kanë të përbashkët. Kabi është stërgjysh i 8 i Omerit, stërgjysh i 7 i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra janë kushërit të larg me zvete. Kjo është lidhja që i kanë këto dy burra me zvete në lozën familjare dhe emrat e tyre, kur të përmendet edhe i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur përmendet stërgjyshi i 7 i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam del Kabi. Kurse te Omeri del stërgjyshi i 8. Llaqabet e Omerit radhiyallahu anhu kryesisht janë 3 llaqabe që i përmend historia islame dhe i përmendin edhe transmetimet e shokta. Një llaqab që është El Faruk përmendet edhe në disa hadithe, por asnjë hadith nuk është i saktë. Asnjë hadith nuk është i saktë. Gjitha hadithet ose janë të dobta, ose janë hadithe që nuk mund të referohemi në ato hadithe se me të vërtet ashtu ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në mesin e këtyre haditheve është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ai thotë: "Inna Allaha ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbihi wa huwa al-Faruq, farraqa Allahu bi bayna al-haqqi wal-batil." Thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet Allahu ja ka mundsu hakun në gjuhën e Farukit, në gjuhën e Omerit dhe në zemrën e Omerit, dhe ajo është Faruku i cili e bën dallimin mes hakut, mes të vërtetës dhe të pavërtetës. El Faruk do më thonë dallues. Farraka sheju farriku është me da. Me da diçka, me marë këtë penkall me silolaps, me qelë kështu, opa, dhe me da kështu, kjo do më thonë farraka sheju, me da. E Omeri radhiyallahu anhu, llaqabin Faruk që e ka marë shoku se ai ka qenë nga njerëzit që Allahu ja ka bërë të mundshme që ta dalloje të mirën prej të keqes. Të dobishmen prej asaj që është e dëmshme. Ja ka mundsu Allahu azza wa jall, dhe këtë llaqab e ka pasën Omeri radhiyallahu anhu. Edhe pse ky hadith nuk është i sakt dhe edhe dietari i njohur i hadithit shqiptar Nasruddin Albani e klasifikon si hadith të dobët. Hadithet janë ose daif ose munker, dhe kur të lexojmë për Omerin radhiyallahu anhu e shohim se në mesin e njerëzve që Omerin radhiyallahu anhu kanë emërtuar me emrin El Faruk janë edhe jo besimtarët, edhe krishterët, edhe mushrikët e Mekës, se kanë ditë që është njeri i drejtë, dhe kanë ditë që është njeri që Allahu ja ka dhënë atë prirje, atë mundësi që prej së largu ta dallojë munafikun prej atij që është me iman. Prej larg e ka dallu dhe ka vërejt nifakun dhe munafikat. Andaj edhe në përshkrimin e emrit ti përmendet një laf që mhiki ta përmendë, është El Mulhem. El Mulhem do të thotë që Allahu i ka dhënë ilham, i ka dhënë një sens, një ndjenjë, mundësi që ai me pas atë mundësi që me i dallu të mirët prej të këqit, imanit prej munafikave. Andaj edhe shejtani ka hyrë nga ky buri i madh, nga drejtësia, zemërbardhësia dhe mirësia që e ka pas në zemrën e tij. Edhe pse në disa libra thonë që të parë që e kanë emërtuar me këtë emër në historinë islame, thuhet që kanë qenë
ehli kitabët, por mendimi më i saktë është se të parë që e kanë emërtuar me këtë emër janë pikërisht muslimanët dhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si pasojë e asaj përmendet se ka qenë një konflikt mes një jehudije dhe mes një personi të ehli kitabit, mes një munafiku, një jehudi dhe munafiku, që kanë kërkuar te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që gjikon, e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka gjiku në favor të jehudit, shkaku se drejtësia, edhe pse ky transmetim përsëri nuk është i saktë, por disa e kanë marrë si bazë këtë, që me thonë se kjo ka qenë shkaku dhe arsyeja sepse është emërtuar me këtë emërtim Omeri radhiyallahu anhu, i cili kur kanë shku pas gjykimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me insistimin e munafikut te Omeri radhiyallahu anhu, Omeri radhiyallahu anhu ka thonë kjo është munafik. Një njeri që nuk i flen zemra në gjykimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është veç munafik, s'kam çka e vazhdoj bisedën me këtë njeri. Kështu ai do të thotë me shumë lehtësi Allahu ja ka mundësu këtij burit të madh që të bën dallimin mes të mirëve dhe të këqive, dhe mes të mirës dhe të keqës, dhe mes të dobishmes dhe asaj që është e dëmshme. Në mesin e llagapeve është llagapi i tij Emirul Mu'minin. Emirul Mu'minin. Emiri apo prijesi apo përgjegjësi apo kryetari i besimtarëve, i mu'minëve. Por se ka pas Emirul Muslimin, Emirul Mu'minin, i pari i mu'minëve. Se ka qenë njeri i cili është dashur dhe respektuar nga besimtarët. Dhe njeri i parë në historinë islame që është emërtuar në historinë e njerëzimit, më mirë thonë, me këtë llagap është pikërisht Omeri radhiyallahu anhu. Se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është emërtuar me llagapin e Emirul Mu'minin, as Abu Bekri radhiyallahu anhu, duke qenë halif dhe prijesi besimtarëve, nuk është emërtuar me llagapin e Emirul Mu'minin. Omeri radhiyallahu anhu është i pari i cili emërtohet me këtë llagap. Shkaku dhe arsyeja për këtë dhe rjedhoja si ka ardhur deri tek ajo që të emërtohet Omeri radhiyallahu anhu me Emirul Mu'minin është pikërisht kërkesa e Omerit radhiyallahu anhu deri tek mëkëmbësi i tij në Irak, që t'ia dërgon dy njerëz të pajisur me dituri dhe dy dietar të dalluar me dituri që ka njoh historinë dhe gjeografinë e Irakut dhe irakianëve. Omeri radhiyallahu anhu ja kërkon Emirit dhe mëkëmbësit të tij në Irak dhe thotë më dërgosh dy njerëz që e njohin historinë dhe gjeografinë e Irakut dhe irakianëve, që të vinë në Medinë dhe po të njëjtit Omerit radhiyallahu anhu t'i bëjnë shpjegime dhe sqarime dhe t'ia shpjegojnë historinë dhe gjeografinë e irakianëve, që në bazë të këtyre njohurive Omeri radhiyallahu anhu të harton strategji dhe planifikime se si do t'i trajton irakianët në të ardhmen dhe gjatë periudhës kur ai ishte emir i besimtarëve në Medinë. Shifeni kërkesën e Omerit radhiyallahu anhu deri tek mëkëmbësi i Irakut. I thotë mi që është dy njerëz që e njohin mirë Irakin dhe irakianët. Pa e njohur mirë një popull dhe një vend, nuk mundesh me gjyku në mesin e tyre, nuk mundesh me sundu në mesin e tyre me mirësi, dhe nuk mundesh me arrit rezultatet e duhura. Me një jetë mirë gjitha bon, por kur një jetë të mirë t'i bashkohet edhe dia e mirë, e dobishme, e argumentume, atëherë do thotë e mira nuk ka fund dhe e mira tamamile ashtu si që ka hije edhe plotësohet me lenin Allahut te bareke ve taala. Dhe kur vinë këto dy dietar, dy historian gjeograf, njohës të irakianëve, kur mrinë në Medinë, këto të njëjtit i marrin devet e tyre, i lidhin në periferi të Medinës
dhe po të njëjtit drejtohen në hyrje të Medinës dhe kërkojnë nga Amr ibn Asi radhiyallahu anhu, të parin që takojnë është Amr ibn Asi radhiyallahu anhu, kërkojnë nga Amr ibn Asi radhiyallahu anhu që atyre t'ju bën takim me Omerin radhiyallahu anhu. Dhe këto dy i thënë Amr ibn Asit, ista'dhin lana inda amiril mu'minin. Herë e parë që ky lavd shfrytëzohet në Medinë. I thon këto dy, i thon o Amr, shko te Omer ibn Asi, te Omeri radhiyallahu anhu, dhe kërko nga ai termin dhe leje që të bëjmë takim me emirin e muslimanëve. I thot Amr ibn Asi, s'është hera e parë që e ndëgjon. Se çfarë është kjo emërtim? I thonë o Amr, po Omeri a nuk është emir i besimtarve? A nuk është prijes? Se emir do me thonë i pari, kryetar, prijes, që i urdhënon, që i ndalon, që i udhëheq. Thot po dhët na të cilëve na udhëheq Omeri, a nuk jemi besimtar? Thot po thot kjo është prijesi i këtyre besimtarve. Ajo është prijesi, na jemi këto besimtar. Çka ka të keq që i thonë Amrit radhiyallahu anhu, pse na të tham ty shko te emirul mu'minin. Dhe shkoi Amri te Omeri radhiyallahu anhu dhe hyri te Omeri radhiyallahu anhu dhe i tha Esselamu alejke ya emirul mu'minin. Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi ty o emiri i besimtarve. Herë e parë Omeri po ndëgjon këtë lavd për veten. Tash po ndëgjon nga Amri. I thot Omeri radhiyallahu anhu, ma beda leke fi hadha al-ismi ibn al-As. Çka shtini me më thirr me këtë emër o biri i Asit? Çka është puna jote që po më thirr me këtë emër, me këtë emërtim me cilën e mërtove? Dhe i thot Omeri radhiyallahu anhu, la takhrujanna mimma qult. Le të khrujanna mimma qult. E shtash ki me dal jashtë për këtë lavd që ma ki thonë. Don me përzon Omeri radhiyallahu anhu. Atëra Amri i thot, Omer, Lubejd ibn Rabia wa Adi ibn Hatim erdhen, këto dy që erdhen nga Iraku, dhe ishin ndalë në periferi të Medinës me devet e tyre, dhe do të erdhen të unë, u takun me mu, dhe ata më thanë mua që të vitet e të marrë izën, të emirul mu'minin, të te, dhe thatë, fahuma wallahi asabe ismeke nahnu l'mu'minune wa anta emiruna. Dhe tha wallahi këto me të vërtet e kanë qëllu emrin tëndë, e kanë gjetë, e kanë godit, se ti e emiri jonë, na jemi besimtartë. Dhe thot Amri, Kale fa madha bil kitabu min yawmi idhin. E prej atë ditë, ky emër mbeti emër i shkruar në shkrimet dhe letrat që i shkruan te Omeri radhiyallahu anhu. Nga kjo ditë i mbet llaqab dhe emërtim Omerit radhiyallahu anhu, emirul mu'minin, dhe prej atë ditë tutje kur shkruheshin letrat dhe dërgoheshin në për vilajetet islame që ishin në atë kohë, shkruheshin me prej emirit të besimtarve deri tek filan vendi apo tek filan valiu. Dhe kjo është emërtimi i parë i një prijesi islam me këtë emërtim në historinë islame. Madje edhe në historinë e njerëzimit nuk është ndëgjuar që para kësaj dikush të emërtohet me këtë emër. Dhe ata të cilët e iniciuan këtë është Lebide ibn Rabia wa Adi ibn Hatim. Dy besimtar që erdhen pra nga Iraku për të i dhënë informata Omerit radhiyallahu anhu me ndodhit e Irakut. Transmetuese e këtij tregimi është çmbron sy dhe du ta përmendi, është Shifa radhiyallahu anha. Shifa radhiyallahu anha është një gru
Mekelie, muhaxhire e cila ka ardhur në Medinë dhe ka qenë një besimtare shumë urtare dhe e mençme. Kur lexova historinë e kësaj dhe ka qenë nga gratë dhe nga besimtarët që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam her pas here e ka vizituar në shtëpinë e saj dhe ka biseduar me të. Me një farforme Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në transmetime përmendet se her pas here është konsultuar me këtë sahabike. Urtare e të mençme, e cila njëherë të është edhe transmetuese të kësaj ndodhie që këtë ndodhi dhe këtë moment që është historik e ka kap dhe ka transmetuar që ummeti islam ta ketë të ditun se prej ngajt dhe si ka filluar emërtimi i prijesit islam me emrin Emirul Mu'minin. Llaqabi i tretë i Omerit radhiyallahu anhu është Ebu Hafs. Hafsa, baba i Hafsës. Hafsa është bia e Omerit radhiyallahu anhu, njëherët edhe nana e besimtarëve, bashortja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga dashuria e madhe që kishte Omeri radhiyallahu anhu ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ishte edhe fakti që argumentoi me këtë që bien e vet e martoi me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ja dha dostit të vet bien e vet. Dhe e martoi me vajzën e vet Hafsën radhiyallahu anha, që ajo deri më ditën e gjykimit të mbetet duke u përmend si një besimtare e cila është nana e gjithë besimtarëve. Me emërtimin Ebu Hafs dhe këtë llaqab Ebu Hafs ja kalon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Omerit radhiyallahu anhu. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur vinte Omeri radhiyallahu anhu me vizitu Muhamedin sallallahu alaihi wasallam i thonte ahlan bi Ebu Hafs. Merhaban bi Ebu Hafs. Në shenjë respekti edhe ndaj bashortës së vet, por edhe ndaj dostit të vet dhe në këtë rast në raport të miqësisë që ka pas edhe babgjesh, sikur që na emërtojmë bashortin e, sikur që na emërtojmë babën e bashorteve tona. Transmeton Hakimin Mustadrak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e Bedrit në këtë transmetim përmendet fakti dhe momenti kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në ditën e Bedrit i thot sahabëve kush e takon Abbasin migjën tem të mos e vret. Sepse e kanë sjell në Bedër, e kanë sjell prej Mekës në Medinë, në Bedër më mirë thon për të luftuar, e kanë marrë me dhunë, me zar. Njëri prej sahabëve radhiyallahu anhum, i cili është Hudhejfe ibn Utba, e bën një gabim dhe thot: çka është ky llaf? Si ka mundësi na në Bedër nëse i takojmë baballarët ton, vëllezërit e migjallarët ton t'i vrasim, e migjën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të mos e vrasim. Se në Bedër shumë sahab kanë qenë ka pjesa e muslimanëve, nga ana tjetër ka pas raste që ka pas përballë me mushrik, me armikt, babën e vet, vllahën e vet, migjën e vet. A Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i thot sahabëve, nëse ju del para Abbasi mos e vritni, se me dhunë e kanë sjell në Bedër me luftu, ai s'ka ardhur me qefin e vet. Një ndodhi që e përmend historia e që Utbeja radhiyallahu anhu e bën këtë reagim, edhe pse në fund Utbeja radhiyallahu anhu pendohet nga ky gabim i vetë i madh, saqë thot Utbeja radhiyallahu anhu, vallahi nëse Allahu s'ma bën nasib me ra shahid, nëse Allahu s'ma bën nasib me ra shahid, kam frikë që Allahu kur s'kan ma falë këtë gjuna dhe këtë gabim që e kam bërë, dhe Allahu azza wa jall e dëshmoi pendimin e Hudhejfes radhiyallahu anhu, duke ja mundsu që në betejën e Yamamës Hudhejfe radhiyallahu anhu me ra shahid. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë ndodhi i thot
Omerit radhiyallahu anhu, ja Aba Hafsin. Dhe thot Omeri radhiyallahu anhu në këtë transmetim, thot kjo është dita e parë dhe momenti i parë në jetën time që e kam dëgjuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të më drejtohet mu me këtë emër o Ebu Hafs. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur e kanë dëgjuar këtë lafz që është thonë në mesin e besimtarëve, e ka thirrë Omeri radhiyallahu anhu. Dhe kur e ka thirrë Omeri ka thënë ja Ebu Hafs, Ebu Hafsin. O Ebu Hafs. Dhe Omeri këtu ndalen transmetim thotë kjo është hera e parë në Bedër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mua me mu drejtu me këtë emër. As në Mekë s'ka ndodhur kjo, ta emërtoj me këtë emër, as në fillimet e hijretit, por se s'pari herë këtë emër llaqabin Ebu Hafsa e ka marrë Omeri radhiyallahu anhu në betejën e Bedrit, duke qenë në mejdanin e xhihadit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot si ka mundësi në këtë ditë dhe në këtë vend dikush të marrë guximin e thot që të vritet e të putet koka migjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe Buhariu rahimullah në librin e tij kur flet për Omerin radhiyallahu anhu thot babu manaqib Omer ibn al-Khattab Abi Hafsin al-Qurashi al-Adawi. Dhe në shumë libra të hadithit kene me pa se Omeri radhiyallahu anhu emërtohet me kunjën me llaqabin Ebu Hafs. Lindja e Omerit radhiyallahu anhu, dhe me këtë e përfundojmë dersën e sodit, lindja e Omerit radhiyallahu anhu është 13 vite pas ndodhisë së elefantit. 13 vite pas ndodhisë së elefantit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka lind në vitin e elefantit. Në vitin që ka ndodhur ndodhia e elefantit, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dhe për çket sebeb Allahu e ka shpall surën Fil, surën e elefantit, për me na tregu ndodhinë e elefantit që ka ndodhur në vitin kur ka lind Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Omeri radhiyallahu anhu 13 vite pas ndodhisë së elefantit lind. Ç'ta bën me dije se Omeri radhiyallahu anhu ka qenë 13 vite më i ri se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. 13 vite ka qenë më i ri se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nona e Omerit radhiyallahu anhu e ka pas emrin Hantama bintu Hashim. Hantama bintu Hashim. Letet kjo një iniciativë dhe një përkujtim për gjithë besimtarët për emrin e madh të Omerit radhiyallahu anhu dhe për personalitetin e tij të madh, që kjo është vetëm hyrja e inshallah do të vazhdojmë përsëri prej të shtunës së andej për me shpjegu jetën e ndryshme të Omerit radhiyallahu anhu. Allahu ju bekov, Zoti ju dhash mira, walhamdulillahi rabbil alamin.